Sepse ju thoni dalin demokratët, demokratët dalin me urdhër partie apo dalin si qytetarë, sepse një demokrat që del si qytetar nuk po del më për PD-n, po del se është qytetari që do të protestoj. Se po të ishte për PD-n, do dilte kur e bën të PD-ja. Se ka një logjik politike. Protestat e PD-s si t'janë dukur ty? Masive ishin, shumë maja. Shumë masive. Shumë masive. Po të paktën më madhe se kjo sot po, një çdo protestë. Se kjo sot. Po tani mos më tregon, mos flisni për foltoret e përjavshme. Lutem tani. Kur flasim për protesta, Partia Demokratike. Kur ti ma krahason një përjavshme me një përditshme, se ka gjë që nuk shkon. Kjo na tregon që në protestë duhet qëndres. Kjo është e mrekullueshme. Po nuk është e PD-s. Se kështë shqiptarë me ka një problem konceptual. Kjo protesta, nëse është e bukur pikërisht se kërkon ndrojsh sistemin. Dhe nëse kërkon ndrojsh sistemin, PD-ja është pjesë e këtij sistemi. Do të ishte dhe PD-n bashkë me Po sigurisht mos ore kërkesa. Cilin sistem kërkon të ndrojë? Sistemi politik që ekziston në Shqipëri. Çfarë sistemi politik ekziston? Ato din ta bëjnë ato që kërkojnë? Kjo është pyetje tjetër. Dhe këtu hyn ke pritshmëria praktike. Do jetë protesta në gjendje ta bëjë një gjë tillë. Po, dakor. Okej. Në 90-ën protesta e bëri ndryshimin e sistemit, bën mekanizma politik brenda mureve të pallateve. Unë blodhen nëpër muret e pallateve, ndryshojnë ligjit, bëjnë parti politike, shkojnë zgjedhje. Edhe i humbën dhe zgjedhjet. Që do të thotë, mekanizmi i vetëm për të ndryshuar sistem, protesta është mjet presioni dhe ndërgjegjësimi politik për qytetarin dhe për votuesin. Por mekanizmi do jetë gjithmonë mekanizëm politik. Dhe këtu është problemi që ka protesta me sistemin, sepse sot protesta del dhe flet në shesh dhe sistemi nuk dëgjon nga veshët. Dhe kur flas për sistemin, unë nuk ti ndaj. Sistemi janë 140 deputet Parlamentit të Shqipërisë, sepse për të hequr Ramën, duhet dhe vullnet politik parlamentit. Edhe nga brenda PS-s, ama. Po sigurisht mo. Nga PS-ja e para, sepse nga PS-ja duhen më pak numra. Për të rrëzuar Ramën do duhen vetëm 17 deputet nga PS-ja. Për të nxjerrur një kryeministër të ri duhen 71 deputet. Kështu që problemin e ka fillimisht PS-ja. Dhe me nxjerrjen e kryeministrit të ri ti ndryshove sistemin? Jo. A çfarë si? A the që largimi i Ramës nuk sjell ndryshim? Po prit një sekond. Tash i flasim, kthehemi ke temat praktik. Okej? Se PD-ja ka një qëndrim shumë bukur. PD-ja thotë, unë jam dakord që të japi dorëheqjen Rama, por nuk duam kushtetutë të re, kodin zgjedhore bëjmë ne po prapë me Ramën. Po ku ke gjuar këtë? E ka artikuluar njëri nga ju këtë? Patjetër që kemi artikuluar. Ndryshime në kod zgjedhor, ndryshime në kushtetutë, listat hapura. Një sekond. Totalisht po ç'a? Po mi ma kodin zgjedhor apo e bëni ju me PS-n? Po ndryshojeni mo tash sepse do të prisni protestuesit vinë ta bëjnë kërkesë. Kushtetutën, i keni 28 deputet në parlament? I kemi. Po i kemi. Bëjni më një mocion në ndryshime kushtetuese, se ta jep ligji këtë drejtë. Nuk ka nevojë ta bëni retorik politike. Depozitojeni në kuvend. Në rregull i duket sistemi këtyre mos. Ja ku i ke karrocën? Po ku ka ligji që kërkoi karrocën? Ja ku i ke karrocën? Kushtetutën mos, nuk është katër buçi katër ligjesh. Kushtetutën. I keni 28 deputet në parlament, po. Një kërkesë për ndryshime kushtetuese. Nismë ligjore. Si e ndryshon ti këtë? Po i bëj vullneti politik përpara, pastaj jo si e ndryshon. Sepse ti vullneti politik është, ti tregon që ke vullnet politik. Pastaj se çan do. Është edhe duke bërë reformë dhe duke vendosur veto për atë që ti mendon që duhet të ndryshoj. Tani, ti ma kërkon vullneti politik me që ka. Vullneti politik është në parlament, zotri. Po pra, 28 deputet. Janë votuar për të bërë betejën në parlament. 28 deputet. Po çfarë, ti drejtojnë gjykatës kushtetuese. Jo, 28 deputet kanë drejt bëjnë nismë ligjore për ndryshime kushtetuese. Po, edhe kush e voton këtë nisëm? O ti bëje, po ti tregon vullnetin politik. Po kuj do t'ja tregojmë? Ti jeni visi dhe shqiptarë, dhe temi ne po e bëjmë. Jo, do rini këtë qytet. Atëherë dil, edhe nga Komisioni i Reformës Zgjedhore, dil nga Komisioni i Reformës Territoriale. Se ti nuk mundet të marrësh dy parime. Nga njëra anë bëju negociata me Ramën për të miratuar këto ligje, por kjo nuk e bëj dot. Votenismat politike, po ndërkohë shkoi hitërishin nga votimi. Po tash nëse diskon ke nisma politike, nëse diskon ke nisma politike, dhe thua që unë nuk bëj, nuk ma miraton Rama, këtë nisma politike, Rama nuk miraton as 10 nisma dhe tjera politike që ti ke. Pse shkohet për ndryshime 4 ligje kur e dini që s'do miratoj Rama? Ta largoj Ramën. Unë nuk pres ma miratoj Ramën. Ta largosh Ramën. Ta largoj Ramën. Kam 13 vjet që mundohem të largoj Ramën. Unë nuk